Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjipani i përlotur mbështeti Gjestin, kërcënohet nga fansat e Jozit. Pas incidentit të bujshëm që ndodhi mbrëm, ku Gjesti u godit nga Joz Marku në transmetim live, një tjetër personazh i njohur, Gjibani, ka reaguar me emocione të forta. Në një video të publikuar së fundmi, ai shfaqet i përlotur dhe i del hapur në mbështetje e Gjestit, duke shprehur keqardhje për gjithçka ka ndodhur. Ai pranoi se edhe vetë ka bërë gabime në të kaluarën, por dhuna ndaj Gjestit ishte e pajustifikueshme. O Gjest, o yll, o drit, o njish, sa do durosh më shumë, je i papar, i fole mamit e babit direkt dhe u the jam mirë. Se di Gjest, po e pe ndonjëherë këtë video, duhet të dish se jam me ty plako për këtë gjë. Okej, hape derën, nuk ka lidhje, jemi të rritur për ta kuptuar se është lojë nervash. Mënyra se si mori hov me tër forcë ishte goditje me dhëm dhe me gjujt. Sot e kam bërë syrin operacion, sa herë lotoj më dhëmb, edhe për ty lotova. Të kam shumë xhan dhe atë gjë nuk e meritoje. Gabim kam bërë edhe unë që të kam shtyr, por kjo që ndodhi sot, kur, asnjëherë. Të përqafoj shumë me gjithë respektin dhe familjen tënde, kemi solidaritet të gjithë. Mudhimse se nuk e meritoje, ti je tipi që ngacmon. Kjo është loja. Më vjen keq për atë që ndodhi, nuk dua asgjë nga karriera jote. Ke rrugën tënde, unë timen. Të dua shumë, uroj të jesh shumë mirë dhe të lumt. Për lotet duke u shprehur Gjipani.